Vendimi i Laertit për të shkuar kokë më kokë me Valbonën në një televotim këtë të fundit e ka kthyer në një kuçedër, me fjalor banal, me një fjalor vulgar, me fjalë fyese, preken familjar, preken persona të vdekur, preken çdo gjë për shkak të një loje. Ata aty nuk janë për të mbështetur njëri tjetrin, se fundja vendin në finale të gjithë e duan dhe të gjithë do të luftojnë. E kemi parë Valbonën këto 2 ditë me një fjalor tepër të rënd, gati në ulëritës, gati në goditës me Laertin, i ka thënë pervers, ti ke puthur burrat, i ke furtur duart burrave, unë të besova ty, besova ndjenjës time. Valbona në këtë lojë të Big Brotherit ka bërë gjithçka dhe me sa duket të gjitha gjërat të këqija që ka bërë për mendimin tim, duke filluar nga tentativa për të pasur një lidhje në atë shtëpi, e nisi me Xhibani dhe me Laertin dhe mbajti këtë linjë për gati një muaj në Big Brother. Ende ka dyshime dhe pikpyetje për njohjen e saj dhe për vajtimet që ja ka bërë për Jozin. Nga ana tjetër ka degraduar imazhin e Gertës, duke sjellë brenda në shtëpi episode që ne nuk i dim nëse janë të vërteta, siç ishte rasti kur tha që Gerta dehet nëpër klabe dhe prek meshkujt e tjerë. Pra në këtë rrugtim të Big Brotherit, Valbonën e kemi parë me çdo lloj skenari, me çdo lloj përfshirje dhe ka dhënë gjithçka për lojën. Është lojtare më aktive se Laerti, këtë askush nuk e mohon. Nga ana tjetër, kemi parë Laertin që në gjuhën popullore mund të quhet edhe Hasani grave. Ai në këtë rrugtim në Big Brother, përveç se është ndihmuar nga gratë, asgjë nuk ka bërë. Përpos aktrimit të shpifur, aktrimit njësoj, aktrimit teatral, aktrimit që skuqet, aktrimit që bën si i përhumbur në Prime. Këtë rol e ka mbajtur nga dita parë dhe vijon ta bëjë edhe deri më sot. Në këtë përballje është Laerti, i cili ende në Prime-in e 40 ca ku pa afrojmë në finale, diskutohet se sa kafene ka pirë me Rozanën dhe është pikërisht Rozana ajo që e ka mbajtur në lojë atë, përpos situatave të vogla që ka pasur dhe më kryesorja situata me Valbonën. Laerti nga ana tjetër është përpjekur me ndihmën e shoqes së saj të ngushtë që të krijonte një raport me Livian, por Livia iku. Ftoi në darkë Olën, por Ola u fto, pasi shprehur pëlqim për Jozin. Kemi dhe raportin e tij as ngriva, as shkriva me Valbonën, që ai vuri pikën që nuk ka asnjë ndjenjë, nuk ka asnjë pikë ndjenje për atë vajzë, por e ka përdorur, siç edhe ai ka përdorur ndjenjën duke e ngritur në pjedestal, që ndjenja ime për të madhin Laert Vasili, të dy janë bërë çesharak me këtë situatë. Ndaj, një herë mirë, publiku do të vendosë se këtë duan të mbajnë në shtëpi, do të duan të mbajnë një vajzë të fortë që është përfshirë në atë lojë, që ka sjellë dinamika, por ka degraduar, ka ofenduar, i ka thënë të gjitha, të qintat, nuk ka më çfarë i ban ajo gojë Valbonës, e nga ana tjetër kemi Laertin, që gjatë ditës fle në gjumë, gjatë ditës ndoshta ngacmon, por nga ana tjetër edhe provokon gratë, siç ishte rasti i fundit me Gertën, ku prekte organin e tij gjinital dhe fliste me të. Një veprim pervers, i pajishëm që dhe u dënua. Pra, do të duan të mbajnë Laertin për shkak të emrit të tij, se realisht një lojë dinamike të fortë që të shkaktoj apo të çojë edhe personazhe, le të themi, në largime në atë shtëpi, nuk ka pasur. Për mua, rrugtimi në atë shtëpi, për të gjithë situatën që është bërë në shtëpi, edhe pse është një, le të themi, një lojtare që ka degraduar, por që di se si të prodhoj situatën në shtëpi, për mua meriton të që ndroj Valbona për hir të shpirtit luftarak që ka treguar, për të gjithë rrugtimin e saj që ka bërë, përporse një Laerti që u zvarrit deri më sot për shkak të emrit të tij të madh, por pas një lojë të bukur brenda. Nga ana tjetër, çifti telenovela midis Xhesit dhe Eglit vijon që të diskutohet brenda apo dhe jashtë shtëpisë. Një video është bërë virale kur Egli ka marrë një informacion nga parukieri që ishte të shtunën brenda në shtëpi teksa po i rregullonte flokët, ku i tha që ti nuk po shfaqesh mirë. Dhe çfarë bëri Egli? Nisi sulmet ndaj Xhesit, duke i quajtur budalla, duke i quajtur pervers.
Po çfarë bëri Egli, duke i quajtur që ti endesh në shtëpi si budalla, edhe pse më vonë i tha që nuk e kam thënë këtë fjalë, por ne dëgjuam dhe është me video. Nga ana tjetër, Justin e kam parë më shumë të tërhequr. Ai kërkon të ketë një lloj paqe midis tij dhe Eglit, që kur të dalin nga shtëpi, mos të dalin të mllefosur për njëri tjetrin, por të sheshojnë gjërat brenda asaj shtëpie dhe kur të dalin të dy të kenë dy rrugë të ndara, për jo një rrugë e cila do të ketë pikpyetje, inate, mlefe dhe urrëtie. E kam parë Jesse më të sinqert kur thotë që nuk dua ta lëndoj ose nuk dua ta bëj, le të themi, të ndihet keq, por kërkon këtë raport që unë po them, një raport të mirë, një raport, le të themi, pa inate, përporse Eglin thellë saj, siç e tregon, ndihet e zhgënjur, por me veprime dhe me qëndrime tregon se ndoshta kjo është një lojë e saj, pasi kur dikë e dashuron, nuk mund ta ofendosh përpos, le të themi, të gjithave gjërave që ke kaluar. Pra jo aq let nuk mund ta hedhësh tjetrin, siç po bën edhe Valbona, siç po bën edhe Egli. Interesante është se kë publiku shqiptar do të dojë që të çojë në finale dhe kë do të kemi midis dyshes të njëjtë në nominimi tepër të fortë. Valbona Laert, për mua fatkeqësisht del Valbona, por e meriton të dalë Laerti.